Fatkeqësisht po, në si autoritet e kemi në mbikëqyrje prej ditësh tashmë, për javësh më saktë, por gjatë 48 orëve të fundit ka pasur një përkeqësim të ndjeshëm, të cilit ne në fakt edhe kjo është edhe arsyeja që erdhëm në terren, jemi të detyruar të bllokojmë plotësisht trafikun deri në gjetjen ose më saktë zbatimin e një mase provizore me një bypass në krah të Skarpatës që po zhvillojmë aktualisht. Ka një zhvillim të vazhdueshëm në përkeqësim, sepse nga mëngjesi për shembull spostimi i urës në mëngjes ishte 27 centim nga kjo anë që ne jemi, ndërkohë që aktualisht është 29 centim. Nga vizita që ne bëm tani poshtë urës, aty ka prezencë, po formohet betoni, pa që tregon që ajo është aktive edhe në këtë moment që ne po flasim. Kështu që si autoritet jemi të detyruar të bëjmë të bllokimin total tashmë, jo vetëm për mjetet e rënda, të cilin e njoftuam në mëngjes, por edhe për mjetet normale. Flasim dot për një afat kohor, pra bllokohet tani, parashikojmë dot kur mund hapet? Parashikim të saktë nuk mund të bëjmë, por unë do të them që ne do fillojmë menjëherë punën me kontraktorin. Ne sot në orën 8:30 të mëngjesit zhvilluam një mbledhje me të gjithë inxhinierët, të cilët unë kam edhe me vete, ashtu si edhe me kontraktorin, por edhe me projektuesin e aksit rrugor. Dhe konkluzioni ishte ky që ne sapo tham, por donim të verifikonim saktë në terren, pra dhe vetë të ishin prezent që të ishte masa e duhur, pra jo një masë vetëm nga zyra, por le të themi edhe një masë konfirmuar nga terreni. Një udhëzim për drejtuesit e mjeteve. Ju lutem shumë ta shmangni me patjetër. Unë e di që është fundjavë dhe ne kemi një fluks gjithmonë gjatë fundjavave që i drejtohet veçanërisht Korçës. Kështu që lutja është ta shmangni sepse do gjendeni në trafik, në radhë pritje. Ne nuk jemi në gjendje të themi sa do zgjasin punimet. Di të them që është e domosdoshme masa që do merret, edhe nga ana inxhinierike se si do të merret. Ura në këtë moment nuk shfaq absolutisht siguri. Drejtor, edhe një pyetje, ju jeni shoqëruar nga inxhinier. Cilat mendon? Përsëritës, por është e vërteta, shkaqet janë shkaqe natyrore. Këtu jemi në një zonë ujëmbajtëse. Edhe vetë zona pak më lart fshati quhet Ligata e Picit, pra zonë ujëmbajtëse. Kështu që në këtë terren specifikisht që ne po bëjmë sot intervistën, ne jemi në një zonë ujëmbajtëse. Edhe problemi na fillon nga poshtë, nuk fillon fare nga lart. Dhe kjo do po ndodh në fakt, sepse është lumi që merr pjesët që gryhen nga poshtë dhe pastaj eskalon duke u ngjitur në lart. Edhe zhvillimet e orëve të fundit janë pikërisht për këtë gjë që do të ndodhë. Është një fenomen natyror. Kjo është një rrugë, kjo është një aks rrugor që është kolauduar në 2001-shin. Pa jemi një aks rrugor që është 25 vjeçar. Ku natyrisht ka pas vazhdimisht punime mirëmbajtje, por asnjëherë le të themi investime të mirëfillta. Ndërkohë që ura është e 97-ës, nëse nuk gaboj, po, e 97-ës, natyrisht për kohën që ajo është projektuar ka qenë në standarde më të larta, megjithatë në fluksin që ajo gjendet, në presionin që ajo gjendet, sot jemi në kushte komplet të tjera. Megjithatë prapë theksoj që ura në vetvete si trup nuk ka asnjë çdim, çdimi është në bazamentin e vet. Dhe kjo përbën edhe le të themi masën që ne po ndërmarrim në këtë moment. Pa dashur në këtë situatë emergjente të këmbgul, por ju thoni që është pikërisht lumi ai që tërheq poshtë. Ndërkohë, ne disponojmë pamjet që pikërisht këtu poshtë lumi gjithashtu u shfrytëzua, u grye nga makineritë për marrjen e inerteve. A nuk ishte e udhës që duke qenë se jemi në një terren ujëmbajtës, një situatë e tillë të evitohej? E pash kronikën tuaj dhe faleminderit që dhe ngritën në fakt të kësaj interviste pyetje. Ato janë bërë me leje, pra janë leje që të cilat i kanë dhënë institucionet përkatëse. Pra unë nuk do e lidhja dot fenomenin në këto kushte me gryerjen që kanë ndodhur për shkak sepse ata kanë marrë leje për përkatëse mjedisore. Faleminderit. Dhe e fundit, cilat janë rrugët alternative për të zbutur ky fluks qarkullimi? Tani për mjetet e rënda në dijen time ne nuk kemi në fakt, kemi vetëm për mjetet normale dhe ai është aksi nga Maliq Peshan dhe nga ana Gramshi, të cilën ne aplikuam edhe në datën në një shkurt kur ndodhi edhe bllokimi për shkak të masivit shkëmbojë. Ndërkohë që për mjetet e rënda ne në këtë moment nuk kemi, megjithatë me realizimin e bypassit dhe kalimit tyre do të jetë mundur. Faleminderit.